Që është lindur tradhëtar, kush është burra nuk frigohet, por veshin një dëshmor. Prej lufteve që i largohet, që është lindur tradhëtar, kush është burra nuk frigohet, por veshin një dëshmor. Kur toka e Kosovës dridhej nga padrejtësia dhe fytyrat e njerëzve ishin bërë hije nga frika, nga nën toka e Dardanis diçka u zgjuar. Jo një ushtri me armë të rënda, por një shpirt i lashtë, i pandalshëm, i papërkullur, një zemër kolektive filloi të rrahë. U ngrit zëri i një populli që nuk pranonte të tretet në heshtje. U ngrit ushtria çlirimtare e Kosovës. Ajo nuk lindi në sallone politike, por në plak, në lotët e nënave, në britmën e padrejtësisë, në zemrat e atyre që e donin këtë tokë më shumë se veten, me uniformë të thjeshtë, por me shpirt të hekur. Ata u bën simbol i shpresës, i ringritjes, i dinjitetit, dhe populli u ngrit me ta. Çdo shtëpi u bë stre, çdo fshat u bë zemër, dhe çdo zemër u bë betim. Kosova do t'jetoj. Dhe kur bota pa guximin e tyre, kur pa qëndresën e një populli që nuk thyej, historia filloi të kthehet nga ana e drejtësisë. Liria erdhi jo si dhuratë, por si amanet i paguar me sakrificë. Sot emri i UÇK-s nuk është thirrje për luftë, është thirrje për nder, për identitet e dinjitet, për krenarinë e një populli që të mos shugej, gjeti forcën të ringrijej edhe më i fortë. UÇK-ja është e pika që nuk u dorëzua kurrë, dhe udhëheqësit e saj janë të herojnë tanë. Andaj ne sot, nga ky shesh, thrasim një zëri, liri për çlirimtarët. Sot betejë jonë nuk është me armë, është me drejtësinë e mohuar nëpër gjykatat të kurdisura. Është lufta për mos me pranuar padrejtësinë, për të mos lejuar askënd të na thyej shpirtin. Më lejoni që të ftoj në emër të Këshillit Organizativ këtu në Shkupin Dardan veteranin e luftës, njeriu që në moshë të rinisë mori plagët për t'i mbajtur sot siguror lirie. Ftoj Berat Hajdarin,